Lideri i opozitës Lulzim Basha vazhdon të aludojë se dyshimet për implikimin e mundshëm të forcave të armatosura me drogën janë një lloj fakti, pavarësisht përgënjeshtrimit të bërë 2 ditë më parë nga kreu i Shish Visho Ajazi, i cili pohoi se dyshimet mbetën vetëm dyshime, e se fakte nuk ka. Lulzim Basha deklaroi se në komisionin hetimor parlamentar do të jenë të pranishëm asetet më të vyera të Partisë Demokratike. Ne do të angazhojmë këtë hetim shumë të rëndësishëm, deputet nga më të mirët dhe më të përkushtuarit. Pra ne si opozit do t'i qëndrojmë në kokë këtij hetimi, nga dita e parë deri ditën e fundit, të vetëdijshëm se qeveria është investuar dhe po investohet fuqishëm në rrugën e bllokimit të transparencës. Tani po thonë ka patur informacione, por nuk ka prova. Po thonë ka patur avion, por nuk ka prova se janë mbushur me drogë. Me fjalë tjera, meqense nuk i kapim, nuk ka prova. Situata ekonomike për kreun e demokratëve po shkon në piket. Qeverisja propagandistike Rama Meta ka bërë dhe po bën çmos të krijojë realitetin e një suksesi fiktiv dhe virtual me regji qendrore. Por ai ka harruar se në ekonomi këto nuk çojnë asgjë kundi. Së bashku me Shqipërinë protest kundër oligarkisë. Do të nisim të hartojmë strategjinë tonë anti-krizë dhe anti-recesion, alternativën tonë së bashku me qytetarët e këtij vendi për të dalë nga vorbulla e keqes ku e ka futur dhe po e zhyt keq qeverisja Rama Meta. Lulzim Basha i ka bërë thirrje qytetarëve të përgatiten për një ekonomi të rënduar, teksa ka bërë të ditur qëllimin e opozitës për të denoncuar në vazhdim paaftësinë e qeverisë në ringritjen ekonomike.